Rritja e çmimit të karburantit është reflektuar edhe në sektorin e transportit publik në Elbasan. Drejtuesit e linjave ndërqytetase pohojnë se edhe pse dalin me humbje, aktualisht nuk e kanë rritur çmimin e biletës, por nga ana tjetër kanë përgjysmuar flotën e mjeteve në qarkullim. Ata thonë se janë në pritje të stabilizimit të situatës në tregjet ndërkombëtare dhe të masave të tjera që mund të marrë qeveria për të zbutur krizën. Deri në këtë moment nuk kemi pas lloj ndryshimi. Në këtë moment, tani më vonë jemi duke full nga xhepi për momentin, po presim në masë. Dita nësë në kanë njoftu asë lloj masë. Na thanë gjëja do ta ulim me 1.000 lekë të gjëja për kompensim, po s'kemi asë lloj shpresë. Edhe herën e parë nuk na thanë. Sot nuk ka marrë 25.000 lekë nga Durrësi, i koj 40.000 du naftë. Po kostorisht është rritur këtë 40% konsumi nafta. Po mbas naftës rritet edhe tjerat. Goma, vaj, gjitha shërbimet. Po vaj nafta 3.000 lekë do të detyrohemi dhe ne që të përballojmë shpenzimet. Të ekspozuar ndaj rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore dhe frikës se e njëjta gjë do të ndodhë edhe me biletat e udhëtimit, qytetarët kërkojnë mbështetje nga autoritetet. Veçanërisht pensionistët thonë se ndihen të pambrojtur. Nuk e përballojnë dot. E kundra është, po s'keq çfarë bëjmë me keqja ime. Po ecim në kohë. Jemi larg. Jam nga Gramshi, fshatrat e Gramshit. Kështu që çmimet janë bërë në qiell, jemi pensionista. Aq marrim, po dëmton shumë se ne 2 pleqë jemi në shtëpi. Qytetarët i friksojnë faktit se kjo valë shtrenjtimi nuk do t'ulet as kur lufta të përfundojë.